absurde në kuvendin e Republikës së Kosovës po vazhdon. Kosova vazhdon të mbetet pa institucionet të konstituuara për shkak të kryenetësisë politike të lëvizjes vetëvendosje. Nuk është në rregull të normalizohet kjo lloj situate. Edhe një herë bëjmë thirrje për reflektim. Ne si Parti Demokratike e Kosovës kemi ofruar zgjidhje. Nuk është koha të barikadohemi, po e ripërsëris, Kosova është shumë më e madhe se secila parti dhe se secili prej nesh veç e veç. Me keqardhje që nuk po kemi lajme më të mira për ju. Edhe njerë faleminderit shumë për punën që po e bëni, për durimin që po e tregoni dhe urime festa. Kjo nuk është opcionale, është rregulloria e punës që imponon që deputetët të mblidhen çdo 48 orë. Mirë po nuk duhet të normalizohet kjo lloj situate. Kosova ka nevojë për institucione. Qytetarët e Kosovës na kanë votuar për të ofruar zgjidhje për ta, e jo për të barikaduar vetveten. Unë nuk do doja asnjëherë që ta përdor këtë sallë këtu për çështje politike partijake të PD-s, me që më pyetët për përgjigjem. Ne kemi pasur mbledhjen e Këshillit Drejtues javën e kaluar, ku është vendosur që kandidaturat të sillen në kryesi, pastaj kryesia i miraton kandidaturat një nga një veç. Jo, disa kanë filluar të vinë. Po besoj që jemi përgjigjur disa herë kësaj pyetje. Qytetarët e Republikës Kosovës kanë votuar jo shumë muaj më parë për ndërtimin e institucioneve të Republikës. Sigurisht që ne jemi të gatshëm për zgjedhje në çdo kohë, mirë po ne duhet të jemi më të vëmendshëm. Nuk është gjithmonë me rëndësi çka na bjen mirë ne si parti politike, se sigurisht edhe në bazë të matjeve, por edhe në bazë punës në teren, është e qartë që Partia Demokratike e Kosovës ka shënuar rritje. Por kjo që ne kemi shënuar rritje nuk do të thotë që ne duhet të imponojmë zgjedhje. Qytetarët na kanë votuar për të ndërtuar institucionet, po nëse janë të pashmangshme, atëherë ne jemi gati. Faleminderit shumë.